kërkojnë më shumë angazhim nga opozita. Dhe këtë e kanë të drejtë. Ndaj, edhe kur i kam takuar sot, edhe atyre që na dëgjojnë, them ne, si pjesë e opozitës, ne si deputet të opozitës, patjetër do të jemi në krye të kësaj betejë. Dhe do bëjmë çfarë kemi mundësi për t'i treguar çdo qytetar shqiptar që kjo është një rrugë pa kthim për ne. Po unë garantoj çdo shqiptar që kjo përballje nuk është përballje politike. Dhe këtë e them me sinqeritetin më të madh. Kjo është për të dalë nga narkoshteti dhe për t'u kthyer tek shteti. Çdo shqiptari i them, fusni duart në xhep. Dhe shikoni ç'ju ka mbetur. Shikoni lodhjen tuaj, raskapitjen tuaj, 8 orë punë, 16 orë punë dhe nuk bën fajde, nuk ju sjell asnjë ndryshim në jetën tuaj. Pse? Sepse çdo pikë djerse, pikë gjaku, çdo cent që mbledhin shqiptarët, Edi Rama e merr me taksa. Dhe e merr me taksa që i ngren çdo ditë, sepse ato taksa duhet për të mbuluar vjedhjet që bën në buxhetin e shtetit. Jo vetëm kaq, por nuk mendoj që ka gjë më të shtrenjtë se fëmia e çdo shqiptari. Për çdo njeri, jo në Shqipëri, por në gjithë botën, nuk mendoj që ka gjë më të shtrenjtë se fëmia. Ti japësh informacionet për fëmijët e shqiptarëve Suel Qelës, kjo është monstruozitet. Që të dinë bandat se në cilin kopsht është djali im, që të dinë bandat se në cilën shkollë është vajza e njërit apo e tjetrit, kjo është çmenduri. Nuk ka asnjë akt që është i papranueshëm për të luftuar terrorista të tillë. Nuk ka, nuk ekziston. Dhe shqiptarët janë të qartë. Presin nga ne që të jemi më aktiv. Dhe janë në drejtën e Zotit që presin që të jemi më aktiv. Mbase po i çorodisi pak shqiptarë, zoti Balliu, duke parë situatën e brendshme të Partisë Demokratike. S'ka asnjë situatë të brendshme në PD. PD-ja ka një qëllim, protesta e datës 22 dhe vazhdimësia dhe qëndresa në protesta. Çdo diskutim tjetër janë budalliqe. Unë nuk merrem me budalliqe, unë merrem me krimin organizuar, merrem me këta terrorista. Zoti Berisha foli sot për krimin organizuar që po mbështet takimet e Saljanit. Kur flet për krimin organizuar, krimi organizuar aty është, kërkon të futet kudo. Unë nuk di ne të kemi bërë një akuzë që mos të jetë vërtetuar. Krimi organizuar është aty, por problemi është Edi Rama. Për mua, unë s'merrem me asnjë diskutim tjetër. Problemi është Edi Rama. Boll më me çështjet e tjera. Nëse nuk ikën Edi Rama, është kot, ç'të themi ne? Është Belinda Balluku, ç'Belind? Ai teq Belindët put Manastriliun. Kriminale për kriminale, hajdute për hajdute. Të hoqi Sajmir Tahirin, të ka sjell një 10 të tjerë atje që është bërë edhe më zezë se çishte, apo jo? Po. Nuk është më, është Edi Rama, është ai burimi i krimit. Është ai arkitekti i krimit. Është ai arkitekti i bashkëpunimit me krimin. Është ai. Të tjerat janë kot. Në PS nuk martohen dot pa Edi Ramën, jo të vjedhin. Harrojeni. Është Edi Rama, po nuk u largua Edi Rama, shqiptarët do vazhdojnë tikin. Ama martohet edhe Alexis Sorosin, jo më. Ai politike e ka dhatë. Shpun ka ai me gratë. Politike e ka Alexis Soros aty. Balliu, ç'do të ndodh ditën e sotme në orën 17 Partia Demokratike ka mbledhur Këshillin Kombëtar. Do diskutohet protesta. Protesta. Çdo çështje tjetër ka vende të tjera, momente të tjera. Sot është protesta. S'ka çështje tjera që mund të diskutohen? Protesta dhe vetëm protesta. Paktën ky është mendimi im. Mendimi im. Nuk shikoj në një arsye për diskutuar gjë tjetër përveç se për protestën. Jemi opozit, kemi një detyrë të rrëzojmë qeverinë. Pikë. Të merremi me rrëzimin e qeverisë. Kjo është